Ju përshëndes të gjithëve, do të jemi së bashku në këtë edicion informativ me mua, Ernin Laluzi. Tregu I qirave afat shkurtra vijon të përjetoj kulmin gjatë sezonit turistik veror me mira prona që presin çdo ditë turistë shqiptar dhe të huaj. Të dhënat e DNA për korrikun 2026 tregojnë se Vlora mbetet një nga tregjet më të mëdha të Airbnb në vend. Tregu I qirave afat shkurtra vijon të përjetoj kulmin gjatë sezonit turistik veror, me mira prona që presin çdo ditë turistë shqiptar dhe të huaj. Të dhënat e DNA për korrikun e vitit 2026 tregojnë se Vlora mbetet një nga tregjet më të mëdha të Airbnb në vend, ndërsa Durrësi dhe Golemi shfaqin gjithashtu një aktivitet të lartë gjatë muajve të verës. Në Vlorë, tregu I qirave afat shkurtra numëron rreth 15.000 listime aktive, shifra më e lartë mes destinacioneve të analizuara. Listimi mesatar aktiv ka gjeneruar rreth $5.000 të ardhura gjatë 12 muajve të fundit, ndërsa pronat janë rezervuar në 54% të netëve kur kanë qenë të disponueshme. Çmimi mesatar ditor në Vlorë për korrikun ka arritur në $95, duke bërë qytetin një nga tregjet me tarifa më të larta ditore. Pas Vlorës renditet Durrësi, me rreth 5.800 listime aktive. Listimi mesatar ka gjeneruar rreth $5.300 të ardhura gjatë 12 muajve të fundit, ndërsa niveli rezervimeve ka arritur në 51% të netëve të disponueshme. Çmimi mesatar ditor është $85, ndërsa tarifa ditore ponderuar sipas zënjeve është $43. Edhe Golemi mbetet një pikë e rëndësishme e tregut të qirave turistike. Në korrik numëroheshin rreth 1.800 listime aktive, me një të ardhur mesatare prej $4.100 për listim gjatë 12 muajve të fundit. Pronat janë rezervuar në 51% të netëve të disponueshme, ndërsa çmimi mesatar ditor ka qenë $80. Në veri të vendit, Shëngjini paraqitet një treg më I vogël, por sërish me aktivitet të konsiderueshëm gjatë sezonit. Zona kishte rreth 888 prona aktive, të cilat gjeneruan mesatarisht rreth $2.300 në vit. Kapaciteti mesatar I zënjes ishte 43%, ndërsa çmimi mesatar ditor arriti në $77 gjatë korrikut. Nëse krahasojnë këto destinacione, Vlora spikat për numrin e madh të pronave dhe çmimin më të lartë mesatar për natë, ndërsa Durrësi shënon të ardhura mesatare pak më të larta për listim. Golemi, pavarësisht numrit shumë të vogël të pronave, ruan një nivel të ngjashëm zënjeje me Durrësin. Të dhënat tregojnë gjithashtu se sezoni veror mbetet periudha kyçe për biznesin e qirave afat shkurtra në Shqipëri. Rritja e numrit të turistëve dhe kërkesa për akomodim pranë detit po e mbajnë të gjallë tregun e Airbnb, duke e kthyer akomodimin afat shkurtër në një burim të rëndësishëm të ardhurash për pronarët në zona turistike. Ekspertët e financave vendore rekomandojnë disa masa konkrete se si mund të fuqizohen bashkitë që kanë probleme ekonomike në mënyrë që të jenë më eficient dhe të ofrojnë shërbime më të mira për qytetarët. Ndjekim kronikën. Shumë bashki në vend ndodhen në kushtet e pafuqisë financiare për të ofruar shërbimet e duhura për shkak se nuk arrin të mbledhin të ardhura dhe të menaxhojnë siç duhet burimet natyrore. Kjo është dhe një nga arsyet e ndërmarrjes së reformës së re administrativo-territoriale, ku sipas draftit paraprak sugjerohet shkrirja e 15 njësive. Por si mund të fuqizohen ekonomikisht bashkitë e vogla? Ekspertët e financave vendore në raportin e vitit 2025 sugjerojnë masat që mund të merren me qëllim rritjen e performancës së tyre financiare si dhe rritjen e cilësisë së shërbimeve. Konkretisht, duke marrë në konsiderat efektet që ka prodhuar reforma e vitit 2014, në raport thuhet se për të përmirësuar efektivitetin e reformës, rekomandohet rritja e burimeve të qëndrueshme të ardhurave vendore përmes krijimit të një mekanizmi kombëtar mbështetës për zhvillimin e burimeve të reja të ardhurave, duke u mbështetur në turizëm, tarifa shërbimesh, menaxhime asetesh e të tjera. Po ashtu rekomandohet hartimi një pakete fiskale të diferencuar që u lejon bashkive të vogla të aplikojnë norma më fleksibël taksash për të nxitur të ardhurat lokale. Raporti sugjeron ndër të tjera rishikimin e formulës së transfertës së pakushtëzuar për të balancuar babarazitë territoriale. Duke qenë se niveli I shpenzimeve vendore mbetet dukshëm më I ulët se mesatarja e vendeve të BE-s dhe OECD-s, edhe pas reformës territoriale kërkohet një riformatim I sistemit të transfertave, forcimi I rolit të transfertave të pakushtëzuara për të garantuar fleksibilitet buxhetor dhe autonomi reale vendimarrëse për bashkitë, rishikimi I formulës së ndarjes së transfertave, duke reflektuar më mirë diferencat në kapacitetin fiskal, nevojat sociale dhe kostot e ofrimit të shërbimeve. Po ashtu sugjerohet reduktimi I shpenzimeve administrative në bashkitë me eficiencë të ulët dhe riorientimi I buxheteve vendore drejt rritjes së shpenzimeve kapitale, veçanërisht investimeve me ndikim të drejtpërdrejtë në zhvillimin ekonomik lokal dhe në përmirësimin e cilësisë së jetës së qytetarëve. Raporti del në konkluzion se nevojitet gjithashtu një program I posaçëm për rekrutimin e profesionistëve të rinj në zonat rurale,
me bonuse, pagesa shtesë apo skema motivuese, përdorimi një mekanizmi kombëtar për projektet e investimeve ku bashkitë me kapacitete të ulta fiskale të marrin fonde shtesë për projekte kapitale. Nxitja e projekteve të përbashkëta nëpërmjet bashkëpunimit ndërbashkiak për infrastrukturë, rrugë, menaxhimin e mbetjeve të tjera, standardizimi i strukturave të bashkive sipas madhësisë dhe funksioneve, digitalizimi i proceseve në ofrimin e shërbimeve për uljen e kostove operative dhe i përmirësim i kapaciteteve institucionale. Autoveturat zënë rreth 88% të totalit të mjeteve të testuara pranë qendrave të kontrollit teknik gjatë 7 muajve të këtij viti. Më pas, numrin më të lartë të testimeve e kanë kamionët me 5.1% të totalit. Drejtoria Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor bën të ditur se në total 248.736 mjete janë në të gjithë vendin pranë qendrave të kontrollit teknik. Pjesën ndërmuese të kontrolleve e përbëjnë automjetet me 4+1 dhe 8+1 vende. Sipas shifrave të DPSHTR-s, në 7 muaj janë testuar 219.318 mjete të kësaj kategorie, që përfaqësojnë 88.2% të totalit. Pas automjeteve, numrin më të lartë të testimeve e kanë kamionët. Në periudhën janar-korrik janë kontrolluar 12.697 kamion ose 5.1% e totalit të mjeteve të testuara. Në qendrat e kontrollit teknik janë paraqitur gjithashtu 11.851 motomjete, të cilat përbëjnë 4.8% të testimeve. Ndërkohë, kontrollet kanë përfshirë edhe 3.081 autobus ose 1.2% të totalit. Në listën e mjeteve të kontrolluara përfshihen edhe rimorkët edhe mjetet e ndërtimit apo të punimit të tokës. Për 7 muaj janë testuar 971 rimorkë, që përbëjnë 0.4% të totalit, si dhe 818 mjete ndërtime dhe punime toke, ose 0.3%. Shifrat e publikuara nga Drejtoria Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor pasqyrojnë volumen e kontrolleve teknike të kryera në vend gjatë 7 muajve të parë të vitit 2026, me automjetet 4+1 dhe 8+1 vende që dominojnë ndjeshëm në numrin e përgjithshëm të testimeve. Sipas DPSHTR-s, qytetarët mund të rezervojnë online në Albania datën dhe orarin që u përshtatet, duke kryer shërbimin në kohë pa vonesa. Shqiptarët e sigurojnë jetën kur marrin kredi, ndërsa produktet e tjera të sigurimet përdoren shumë pak. Në 7 muaj, sigurimi i jetës shënoi rritje, i nxitur kryesisht nga sigurimi i debitorëve. Shqiptarët e sigurojnë jetën vetëm kur janë të detyruar. Të dhënat më të fundit nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare tregojnë se 83% e primeve të shkruara bruto të të gjitha llojeve të sigurimit të jetës shkojnë për sigurimin e jetës së debitorit. Për ata që sigurojnë jetën janë persona që marrin kredi në banka apo institucione mikrofinanciare të licencuara për efekt mbrojtje nga rreziku i pamundësisë së moshlyrjes së kredisë në rast se vdesin. Sipas statistikave, kompanitë e sigurimit arkëtuan 1.1 miliard lekë nga sigurimi i jetës së debitorit për periudhën janar-korrik 2026, gati 9% më shumë se në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Në momentin e vendosjes së një marrëdhënie kredie me bankën, klienti duhet që të paguajë gjithashtu edhe për sigurimin e jetës së tij. Në kushtet kur kredia e dhënë për individët po rritet nga viti në vit, bashkë me të po shtohet edhe ky lloj sigurimi, vetëm që në momentin e humbjes së jetës, kompania e sigurimit i garantoi bankës pagesën e shumës së pakthyer të kredisë. Por çfarë ndodh me produktet e tjera të sigurimit të jetës? Sigurimi i jetës me kursim dhe FlexiPlan janë dy llojet e tjera të sigurimit që zgjidhen më tepër nga shqiptarët pas atij të debitorit. Me paketat e sigurimit të jetës me kursim, siguroni jetën e kurseni një shumë parash, të cilën e përcaktoni vetë. Jeta me kursim zë 5% të gjithë totalit të primeve të shkruara bruto të sigurimit të jetës, ndërsa FlexiPlan rreth 3%. FlexiPlan garanton mbulimin e shpenzive mjekësore dhe ndërhyjet kirurgjikale, por ashtu edhe sigurimi i jetës së kombinuar që përfshin një pagesë 100% të shumës së sigurimit për familjarët, në formën e një shume të vetme dhe të menjëhershme nëse i siguruari humb jetën brenda periudhës së sigurimit, zë 3% të gjithë totalit të primeve. 6 produkte të sigurimit të jetës, si sigurimi anuitis, sigurimi martesë lindjes,
i vetëm i lindjes ose vetëm martesës, administrimi i fondeve kolektive dhe sigurimi i jetës i lidhur me fondet e investimit rezultojnë me zero prime, që nuk kupton se shqiptarët nuk kanë as pak interes për këto produkte që ofrohen në treg. Gjatë 7 muajve të këtij viti, primet totale të arkëtuara nga sigurimi i jetës arritën në 1.4 miliard lek, rreth 6% më shumë se në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Në fund të vitit 2025, numri i të huajve me leje qëndrimi në Shqipëri arriti mbi 32.000 me një rritje prej 46.6% krahasuar me një vit më parë. Mbi gjysmën e lejeve lidhet me punësimin, ndërsa rritja më e fortë e kanë shënuar shtetasit nga Filipinet dhe India. Numri të huajve që jetojnë me leje qëndrimi në Shqipëri është rritur ndjeshëm gjatë vitit 2025, nxitur kryesisht nga ardhja për punë dhe nga shtetasit e vendeve aziatike. Sipas të dhënave të Instat, në fund të vitit që lan pas në Shqipëri rezultonin rreth 32.000 të huaj me leje qëndrimi, ose 46.6% më shumë krahasuar me një vit më parë. Në vitin 2024, numri i tyre vlerësohej në rreth 21.900. Të dhënat tregojnë se prania e huajve në vend është rritur me ritme të shpejta vit pas viti. Grafiku i Instat tregon se numri i tyre ishte në rreth 14.900 në vitin 2021, për të rritur në rreth 32.200 në fund të vitit kaluar. Edhe pse shtetasit nga vendet europiane vijojnë të përbëjnë pjesën më të madhe të huajve me leje qëndrimi, struktura po ndryshon me shpejtësi. Në vitin 2025, 17.000 persona ose 52.9% e totalit ishin nga Europa, me një rritje prej 18.5% krahasuar me vitin e mëparshëm. Ndërkohë numri të huajve nga Azia arriti në 9.891 persona, duke shënuar një rritje shumë të fortë prej 117.6% brenda një viti. Nga ana tjetër, të huajt nga Amerika, Afrika dhe Oqeania arritën në 5.250 persona. Sipas shtetësisë, Kosova vazhdon të ketë numrin më të lartë të huajve me leje qëndrimi në Shqipëri me 6.284 persona, ose 19.5% e totalit. Pastaj renditën Italia me 4.065 persona, që përbëjnë afërsisht 12.6% e totalit. Por rritjet më të forta vijnë nga tregjet e reja të punës, tregojnë të dhënat. India renditet e treta me 2.886 persona, ose 9% e totalit, ndërsa Filipinet vlerësohen me 2.401 persona, ose 7.5% e totalit. Krahasuar me vitin 2024, numri i shtetasve Filipinas me leje qëndrimi u rrit me 136.1%, ndërsa i shtetasve indian me 87.6%. Arsyeja kryesore për qëndrimin e të huajve në Shqipëri është punësimi, i cili përbën 55.1% të lejeve të qëndrimit. Bashkimi familjar nga ana tjetër zën 19.8% të rasteve, 14.1% lidhen me arsye të tjera, 7.9% me qëllime humanitare dhe vetëm 3.1% me studime. Struktura gjinore ndërkohë mbetet dominuar nga meshkujt. Ata përbëjnë 65% të huajve me leje qëndrimi në vend, ndërsa femrat 35%. Durrësi mbetet një treg relativisht i arritshëm për të huaj që duan të blejnë apartamente në vitin 2026, veçanërisht ku prona është e përfunduar dhe me dokumentacion të qartë. Megjithatë, dokumentet dhe statusi kadastral, verifikimi ligjor dhe blerjet në distancë mbeten ndër sfidat kryesore. Durrësi vijon të jetë një nga qytetet shqiptare më tërheqëse për blerësit e huaj që kërkojnë të investojnë në prona, veçanërisht në apartamente pranë zonave bregdetare. Sipas një studimi të Investropa në vitin 2026, procesi blerjes së një apartamenti në Durrës nga një i huaj është relativisht i arritshëm, sidomos kur bëhet fjalë për një pronë të përfunduar dhe me dokumentacion të plotë. Megjithatë, studimi nënvizon se blerja e një prone nuk është një proces që mund të kryhet pa verifikime të hollësishme. Për blerësit e huaj, disa nga vështirësitë kryesore lidhen me dokumentacionin lokal, verifikimin e statusit të pronës, procedurat bankare dhe dallimin mes asaj që është ligjërisht e përfunduar dhe asaj që mund të jetë vetëm pjesë e ofertës së marketingut. Në përgjithësi, blerësit e huaj mund të blejnë apartamente dhe pjesën më të madhe të pronave rezidenciale në Shqipëri. Megjithatë, situata ndryshon kur bëhet fjalë për toka bujqësore apo prona që përfshin sipërfaqe të konsiderueshme toke. Në këtë rast mund të ketë kufizime të tjera ligjore ose nevojë për krijimin e një strukture kompanie, çka e bën procesin më kompleks për një investitor të huaj. Një prej problemeve më të zakonshme të evidentuara nga studimi është dokumentacioni. Për blerësit e huaj, dokumentet që nuk janë të përkthyera ose që nuk janë të qarta mund ta bëjë procesin më të vështirë dhe të kërkojnë kohë shtesë për verifikim. Një tjetër çështje është statusi kadastral i pronës. Përpara blerjes është e rëndësishme që investitori të kuptojë nëse prona është e regjistruar dhe nëse dokumentacioni përkatës përputhet me atë që është prezantuar nga shitësi ose agjenti.
Studimi evidenton gjithashtu rrezikun e blerjeve në distancë, veçanërisht kur investitori mbështetet vetëm te informacioni i marrë online ose te materialet promocionale. Një tjetër problem i përmendur nga Investropa lidhet me pretendimet e marketingut për pronat, veçanërisht në projektet që shiten përpara përfundimit. Për një blerës të huaj mund të jetë vështirë të dallojë nëse një projekt është realisht i përfunduar dhe i dokumentuar ligjërisht apo nëse bëhet fjalë për një pronë që është ende në proces zhvillimi. Hekurudha shqiptare ka hartuar projektin e zbatimit dhe po nis procedurën e vlerësimit të ndikimit në mjedis për rehabilitimin e linjës Vorrhani-Hotit. Dëgjësat publike do të zhvillohen përgjatë gjithë gjurmës që përshkon linja hekurudhore. Nisin konsultimet me publikun për projektin e rehabilitimit të linjës hekurudhore Vorrhani-Hotit. Hekurudha shqiptare njofton se ka hartuar projektin e zbatimit dhe po ndjek procedurën e vlerësimit të ndikimit në mjedis, ndërsa dëgjesat publike do zhvillohen përgjatë gjithë gjurmës që përshkon linja hekurudhore. Procesi nis me 24 gusht me takimet në Vorrë dhe Bufsh të Krujës, për të vijuar me 25 gusht në Kurbin. Me 26 gusht konsultimet do zhvillohen në Lezhë dhe Vaun e Dejës, ndërsa në 27 në Shkodër dhe Malësi e Madhe. Sipas hekurudhës shqiptare, qytetarët ftohen të marrin pjesë në konsultimet përkatëse dhe të shprehin mendimet e tyre mbi projektin, ndërsa zhvillimi i dëgjesave është pjesë e procedurës së vlerësimit të ndikimit në mjedis. Ndërkohë, paralelisht me procedurat mjedisore, ka avancuar dhe gara për zbatimin e projektit. Pas fazës së parakualifikimit, Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim para disa javësh përzgjodhi 3 kompani të huaja që do dorëzojnë oferta teknike dhe financiare për rehabilitimin e linjës. Interesi për projektin ishte i lartë, me 16 kompani dhe konsorciume nga Evropa dhe Azia që shprehën interes në fazën e parë të procedurës. Sipas procedurës së Bergj, vetëm 3 operatorët e përzgjedhur në listën e finalistëve mund të paraqesin oferta teknike dhe financiare, nga ku do përcaktohet dhe fituesi i kontratës. Projekti Vorrhani-Hotit ka një vlerë totale të parashikuar prej 368 milion eurosh dhe bashkëfinancohet nga Bergj, Banka Evropiane e Investimeve dhe një grant i Bashkimit Evropian. Investimi parashikon rehabilitimin e rreth 120 km hekurudhe ekzistuese, duke mundësuar shpejtësi operimi deri në 120 km/h. Çmimet e naftës ranë më tej të martën me investitorët që po shpërfillin ndikimin e sanksioneve të fundit të SBA-s kundër Iranit. Ndërprerjet e furnizimet me naftë si rezultat i luftës që filloi më 28 shkurt kanë bërë që vendet të pakësojnë rezervat e tyre tregtare dhe strategjike. Çmimet e naftës ranë më tej të martën me investitorët që po shpërfillin ndikimin e sanksione të fundit të Shteteve të Bashkuara kundër Iranit. Kontratat e arshme të naftës së papërpunuar Brent ranë me 90 cent në 91.27 dollar për fuqi, ndërsa nafta e papërpunuar amerikane ra me 76 cent në 84.25 dollar. Tregu duket se është kryesisht i pashqetësuar nga shtytja e Washingtonit për presion më të rreptë ekonomik mbi Iranin, me tregtarët që e trajtojnë përpjekjen e Shteteve të Bashkuara për t'i larguar partnerët nga tregtia iraniane si margjinale në vend që të ndryshojë tregun, thanë strategët e mallrave të bankës ING. Sekretari amerikan i thesarit Scott Bessent publikoi një zgjerim të sanksioneve për të ndërprerë linjën jetike të ekonomisë së Iranit për të detyruar të japë fund luftës, duke u thënë vendeve se do të duhet të ndërpresin lidhjet e tyre të biznesit ose rrezikojnë të përjashtohen nga sistemi financiar i bazuar në dollar. Megjithatë, ai nuk pranoi të identifikonte vendet që do të ishin në shenjestër ose të zbulonte se kur do të hynin në fuqi këto ndëshkime, duke thënë se në vend të kësaj do të jepte atyre kohën që të zbatonin direktivën e re. Ndërsa sekretari i mbrojtjes Pete Hegseth tha se Shtetet e Bashkuara nuk do të përjashtonin përdorimin e forcës ushtarake kundër Iranit. Vendi po kthehet drejt një shtrëngimi ekonomik më të madh, të cilin analistët thanë se hoqë shqetësimet rreth kërcënimeve për furnizimin me naftë lindjes së mesme për shkak të luftës. Ndërprerjet e furnizimit si rezultat i luftës kundër Iranit që filloi me 28 shkurt kanë bërë që vendet të paksojnë rezervat e tyre tregtare dhe strategjike. Të hënën Departamenti Amerikan i Energjisë raportoi se nafta bruto në rezervën strategjike të Shteteve të Bashkuara ra me rreth 3.7 milion fuqi në 289.7 milion fuqi javën e kaluar, niveli më i ulët që nga nëntori i vitit 1982. Duan që të diskutohet në shtator një mekanizëm për të taksuar fitimet e papritura të kompanive të naftës. Çmimet e naftës janë rritur rreth 25% nga nivelet e shpërthimit të luftës SBA-Izrael kundër Iranit më 28 shkurt.
6 vendet të Bashkimit Evropian duan që të diskutohet në shtator një mekanizëm për të taksuar fitimet e papritura të kompanive të naftës të shkaktuara nga bllokada e ngushticës së Hormuzit për Iranit, në një letër drejtuar Irlandës, e cila mban presidencën e radhës së Bashkimit Evropian. Gjermania, Spanja, Portugalia, Italia, Polonia dhe Austria i kërkojnë presidencës të afusë çështjen në rendin e ditës të takimit të ardhshëm të ministrave të financave në Dublin më 18 dhe 19 shtator. Po përjetojmë një nga tronditjet më të mëdha të furnizimit në dekada dhe në të gjithë botën, po rritet pa kënaqësia për rritjen e kostos së jetesës, shkruajnë 6 ministrat e financave. Masat e qeverisë të marra deri më tani nuk kanë qenë të mjaftueshme për të ulur ose stabilizuar çmimet për bizneset dhe qytetarët në mënyrë të përhershme. Kjo është arsyeja pse na duhet një qasje përbashkët, një qasje që siguron që ata që përfitojnë nga kriza të bëjnë pjesën e tyre për të lehtësuar barën mbi publikun e gjerë, thanë ata. Çmimet e naftës janë rritur rreth 25% nga nivelet e shpërthimit të luftës kundër Iranit më 28 shkurt, ndërsa çmimet e produkteve të rafinuara u rritën më shumë. Çmimet e naftës europiane janë rritur më shumë se 70% që nga fillimi i luftës, ndërsa ato të benzinës rreth 20%. Për këtë qëllim ne duhet të adresojmë çështjen e çmimeve të larta të energjisë, duke diskutuar një kornizë në të gjithë Bashkimin Evropian për të taksuar fitimet e papritura, duke marrë parasysh mësimet e nxjerra në vitin 2022, këtë herë me një analizë më specifike se si fitimet e huaja të kompanive shumëkohshme të naftës mund të përfshihen në një mënyrë më të synuar, thuhet në letër. Ministrat thanë gjithashtu se donin të shihnin sa më shpejt e të mundur rezultatet e një hetimi evropian mbi marzhet e rafinerive për të siguruar që ato nuk po përfitojnë nga rritja aktuale e çmimit të energjisë. Presidenti Trump kërcënoi se do të rrisë tarifat për të gjitha makinat, kamionët dhe pjesët e automobilave nga Kanadaja në 50%, duke filluar nga 1 janari 2027. Prodhimi i automjeteve në SBA varet shumë nga pjesët dhe automjetet e prodhuara në Kanada, dhe tarifat më të larta mund të rrisin kostot për prodhuesit dhe konsumatorët amerikanë. Presidenti amerikan Donald Trump kërcënoi se do të rrisë tarifat për të gjitha makinat, kamionët dhe pjesët e automobileve nga Kanadaja në 50% duke filluar nga 1 janari 2027, duke përshkallëzuar një luftë tregtare pasi negociatat dështuan javën e kaluar. Marrëveshja tregtare në Tryezë do të kishte ulur normën kryesore të tarifave për makinat dhe kamionët e lehtë kanadez nga 25 në 15% dhe tarifat për aluminin dhe çelikun nga 50 në 25%, por u prish të premten për shkak të disa mosmarrëveshjesh. Përshkallëzimi kërcënon të prish një nga zinxhiret më të integruar të furnizimit me automjete në botë. Prodhimi i automjeteve në Shtetet e Bashkuara varet shumë nga pjesët dhe automjetet e prodhuara në Kanada, dhe tarifat më të larta mund të rrisin kostot për prodhuesit dhe konsumatorët amerikanë të automjeteve, ndërsa thellon një ngërsh tregtar që tashmë ka ndikuar në aksionet e automobilave. Prodhoni në Shtetet e Bashkuara dhe do të ketë zero tarifa. Kanadaja nuk do të trajtohet më si një shtet, për sa i përket tregtisë dhe në mënyra të tjera. Gjithashtu, ata janë ndërkombët më të këqija në botë për tu përballur. Ata ndjehen të drejtë, megjithatë ne nuk kemi nevojë për Kanadan, ata kanë nevojë për ne, shkroi Trump në një postim në rrjetet sociale. Në një konferencë për mediat, kryeministri kanadez Mark Carney tha se një marrëveshje dobishme reciproke me Shtetet e Bashkuara ishte e mundur, por vetëm nëse amerikanët respektojnë sovranitetin e Kanadas. Kur amerikanët të shkojnë në tryezën e negociatave të parat me qëndrimin e dur ndaj industrisë sonë dhe një partneriteti të vërtet, sigurisht që ne do të vim në tryezën e negociatave, tha Carney. Kanadaja ka qenë vazhdimisht një nga dy partnerët kryesor tregtar të Shteteve të Bashkuara dhe vitin e kaluar tregtia mallrave dhe shërbimeve arriti në $872.3 miliard, duke rënë me 4.6%. Kanada eksportoi rreth 3/4 të mallrave të saj në Shtetet e Bashkuara dhe importoi pothuajse gjysmën e mallrave të saj nga Shtetet e Bashkuara, tha zyra e përfaqësuesit të tregtisë. Plaka e popullsisë po rrit ndjeshëm presionin mbi financat publike të Gjermanisë, ndërsa shpenzimet sociale kanë arritur një nivel rekord. Në periudhën 2019-2025, shpenzimet sociale u rritën me 11.5%, ose rreth 104 miliardë euro të përshtatura për efektet e inflacionit. Plaka e popullsisë po rrit ndjeshëm presionin mbi financat publike të Gjermanisë, ndërsa shpenzimet sociale kanë arritur një nivel rekord, sipas një analize të publikuar nga Instituti Gjerman IFO. Referuar analizës, shpenzimet e lidhura me pleqërinë dhe sëmundjet përbonin rreth 70% të totalit të shpenzimeve sociale të vendit gjatë vitit të kaluar. Këto kategori kanë qenë gjithashtu përgjegjëse për më shumë se 80% të rritjes reale të shpenzimeve sociale që nga viti 1992. Në periudhën 2019-2025,
shpenzimet sociale u rritën me 11.5% ose rreth 104 miliardë euro të përshtatura për efektet e inflacionit. Në të njëjtën periudhë, pjesa që zën shpenzime sociale në ekonomi u rrit nga 29.6 në 32%, duke shënuar një rekord të ri. Sipas analizës, ndryshimet demografike janë faktori kryesor strukturor pas kësaj tendence. Rritja e numrit të moshuarve po shton kostot për pensionet, sigurimin shëndetësor dhe kujdesin afatgjat. Buxheti social po rritet më shpejt se prodhimi brendshëm bruto, theksohet në analizë, duke shtuar se edhe dobësia e ekonomisë gjermane po kontribuon në rritjen e peshës së shpenzimeve sociale. Ekspertët paralajmërojnë se zhvillimi demografik mund të rrisë më tej barrën financiare mbi sistemin e mirëqenies. Me një numër në rritje pensionistësh dhe një popullsi aktive relativisht më të vogël, Gjermania përballet me sfidën e financimit të pensioneve dhe shërbimeve sociale pa dëmtuar më tej rritjen ekonomike. Problemi pritet të bëhet edhe më i rëndësishëm në vitet e ardhshëm, pasi brezat e lindur pas luftës së dytë botërore po dalin në pension, duke shtuar presionin mbi sistemin social dhe buxhetin federal. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Për më tepër informacione mund të klikoni në faqen tonë të internetit skantv.lo, ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare e të tjerë. Gjithashtu mund të na ndiqni edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Faleminderit për vëmendjen, bashkë mirëpafshim.